Pse po ndodh? Sipas te analizën Sipas me krye këput është qeveria punëdhënësi. E kiti dhona sa punëtor kanë vdekë si vjet? Po, parafërsisht. Sa janë? Diku 7, për 7 flitet që në kanë vdekë, që është pak po bie në kundërshtim me ministrin, sepse çka po ndodh, pse këtë vit për 3 muaj më ndodh kjo, është shumë shqetësuese. Çka po thu? Pse po ndodh? Sipas te analizën Sipas me krye këput është qeveria punëdhënësi. Ky hall ke zinxhirit nuk funksionon, nuk funksionon fare. Kur them nuk funksionon, nuk kontrollohet. Nuk kontrollon kompanit. Edhe nëse kontrollon, më të ngusë më thonë kanë pas zgjedhje, s'kan pas fokus. Inspektorati po ka probleme vet, e kemi të arrestuar shefin e inspektoratit, apo ndikon këtë kjo që punëtorët sallamadi me pas? Po, kjo nuk mund t'jetë 100% që kjo ka ndodhur këtë vit. Pse këtë vit kjo? Po kjo, unë mendoj se vitin e kalum, prej vitit kalum, është në heshtje, është në një gjumë, mund të thamë unë kjo, edhe në kompanit kër i vizitojmë, dhe që në thonë jeta, hate se letë kalum me inspektorët, ose si kom pas inspektorët, nuk në vizitojnë. Sikur se ka një ndjenë se s'kën që ka i bon inspektori. Atëherë ku është ligji? Na dim ligji që ligji në fund të çdo ligji është edhe sanksionet, sidomos ligji i sigurisë punë i ka sanksionet se. Mirë. A është kjo pse nuk vin hiç në inspektim, apo kur vin në inspektim janë të korruptueshëm? Cila? Nuk më thënë që janë të korruptueshëm, se nuk takon mu, po vin pak, se është numri i vogël. Edhe pse është shtu,